Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një vlog të ri këtu në kanalin tim. Unë jam bërë gati sepse do dal me Rozin dhe me Angjelën. Do ikim besoj andej nga Toptani, nuk e di, do pim kafe. Nuk kam ngrënë shumë mëngjes, vetëm një biskot dhe kafen sigurisht që e piva se nuk duroj dot. Edhe rregullova dhe pak krevatin, u vesha. Se di, mendoj që kjo veshja është interesante, më pëlqen. I shkon formatit. Edhe kështu, mezi po pres që të dali dielli që të vendos syzet e reja se na mbyti shiu. Sot do vesh, kam një palë këpucë të Hugos, besoj se ato do vesh, se nuk më shkon gjë tjetër. Edhe kështu, ikim tani të marrim Rozin. Sa po lash Rozin dhe Angjelën, kaluam shumë mirë bashk, pim kafe, edhe ishim dhe tek mulliri te xhamia. Aty kishte shumë të huaj edhe njëra më bërë një kompliment që i pëlqyen flokët e mia. E më bën përshtypje kjo gjëja, pse të huajt janë kaq të mirë dhe pozitiv, edhe ne jemi kështu. Ishin pastaj ca shqiptare që të shifnin kështu gjithë natë. Sikur ju ke ngrënë bukën. Nejse. Tani po iki çik tek Bela, se do haj drekën aty. Edhe koha kështu me shi, siç e shikoni. Por me humorin jemi shumë mirë. O, Lale! Qa ke? Si futesh ashtu? Idiot. Falni. Unë drejta i futet. Jam duke përgatitur disa biskota me zemër për Shën Valentinin. I kam prirë biskotat kështu dhe i kam ngjitur me çokoladë të bardhë. Tani do t'i hedh kafe. Receta që pash unë ja hithe me shiring, por inshallah nuk i hedh shumë kafe, po i hodha shumë. Varja, do t'ja ndroj pjatën po ashtu. Mos e bëni gabimin që bëra unë, po nuk kam e çat t'ja hedh tjetër, po këto kanë ngjitur në pjatë dhe kam se do më ngjaj shumë tuar kështu. Kam bërë një lëmsh në kuzhinë për të bërë këto zemrat. Më duket sikur i kam bërë kot, apo jo, mirë. Edhe shiko qa kam bërë. Me kafe gjithandej. Hajde pastro tani. Atëherë, këtë kremin e bëra me mascarpone dhe me qa quhet ajo? Pana, dhe me pana për ëmbëlsira, po. Ja ku janë, tani do i ve sipër prap biskota. Hello, nga një ditë tjetër. Sot është ditë e shtunë, po, ditë e shtunë, edhe kam disa orare, se si gjithmonë fundjavat i kam pak full në studio, dhe tani para dite thash do zgjoj në mëngjes, do xhiroj, do tregoj veshjen, unë asnjë gjë nuk bëra.
po erdha. Çfarë po erdha? Po pastroj blut që vi në studion time, dua roz. Sa po erdha tek Tegu, edhe pse kam thënë që nuk vi më në fundjavë, por nuk që ka aq keq situata sot, çuditërisht. Shqyr zotit gjeta parkim, kjo është më rëndësishmja, tani le të bëjmë shopping. Sa shumë njerëz. Jemi me Leksit, jemi me Rozin. Do hajmë suflaqe. Jo, s'ka marru, jo. Pa, se qa bën kjo Eva? Për ditë të Tegu. Si që shikoni, sa po kam ardhur nga Tegu dhe jam e lumtur se kam bërë blerjet që doja. Se zakonisht shkoj me idenë që do blej këtë, do blej atë dhe nuk gjej asnjë gjë. Por, sot i gjeta. Vazhdojmë me të para, me maskat e fytyrës, që unë i kam fiksim dhe kur vjen ai momenti që unë të vendos një maskë në fytyrë, më duket shumë relaksuese, ndez një qiri në dhomë, edhe mora këto maskat e Anuas, do me thonë unë këto kam përdorur shumë lloje, aq sa nuk i mbaj mend cilat lloje kam përdorur, dhe të gjitha më kanë pëlqyer shumë, maskat e Anuas janë super. Kurse kjo tjetra ishte një mask me PDRN dhe kafein që mbahej overnight mask, do me thënë që mbahej shumë orë, 3, 4, 5 orë. Unë gjithë natën nuk mund të flej dot me këtë, po ndoshta e mbaj 3-4 orë. Në qoftë se vendos që tani edhe derisa të flej gjumë. Pastaj mora një mask fytyre, nuk e di pse e mora, se kam provuar ndonjëherë këtë lloj maske fytyre kështu. Kam përdorur vetëm ato eye patches, po nëse është self-heating eye mask, të ngroh syt, tha ajo goca, nuk e kam idenë se si mund të jetë kjo. Gjithsesi unë do ta provoj. Që ka në frëngjisht. Nuk e di si do jetë, gjithsesi e provojmë. Vazhdojmë. Blerja që bëra tek Stradivarius, unë kam çizme, por i doja një palë të kishin pak tak për kombinimet që do bëj, dhe nuk e mora të takën e holl, për arsye se e dija që nuk do t'i vishja shpesh dhe do t'i vishja 2-3 herë, siç kam bërë me çizmet e tjera, edhe do t'i lija aty. Kështu që këto te Stradivarius më duken opsioni më i mirë, edhe më i lirë me thënë të drejtën, sepse kushtuan 65.000 lek. Kurse Zara i kishte nga 100.000 lek, edhe nuk është se do t'i përdor shumë, prandaj nuk i doja super cilësore. Thjesht për kombinimin. Një gjë tjetër që e pash që të aplikacioni online dhe që po vdisja që ti merja, e nuk e di pse si merja, se doja çizme gjata, ishin Bermudat. Por, nuk e di nëse duke në kamera, por janë ngjyrë blu e errët dhe me viza super të bukura që kushtuan 45.500. Veshur do duken dhe më mirë, se kështu nuk duken, por më pëlqejnë shumë fare. Tjetër, një gjë që gjeta në fund, se unë s'para i kap këto uljet, po kur i kap godas, e gjeta bashkë me Rozin këtë, na pëlqeu shumë. Gjetëm këtë bluzën, me këtë detajn e lace që ka dalë shumë në modë, po mendoj të blej edhe disa ngjyra të tjera,
si këto, domethënë kjo është vetë bluza e ngjitur me këtë. Më pëlqeu shumë dhe kushtoi vetëm 10.000 lekë tek Stradivarius kjo. Mund ta përdor me shumë mundësi kështu si fustan, se është goxha e gjatë. Shikoni? Thjesht me geta, me çizme, është super yll. Më pëlqen shumë. Është gri e errët quhet kjo. Kështu, këto ishin blerjet që bëra sot tek Tegu. Tani, mos të harroj, t'ju tregoj dhe një nga porositë që më ka ardhur këto ditë. Unë thjesht e kam hapur dhe e kam lënë aty. Nga Coco Shopi. Tani, vajzat që më kanë shkruar në Instagram tek pyetjet anonime që unë kam bërë, më kam pyetur 20 herë çfarë produkti përdor për flokët, ku i merr, dhe unë që e kam bërë edhe vlog, edhe e kam thënë që disa herë që i marr te Coco Shopi dhe pse provova një linjë të re për kaçurrelat nuk më pëlqeu, ndoshta nuk ishte e duhura për mua. Dhe siç e dini, këto dy të preferuarit e mi janë gjithmonë në rutinën time të flokëve, gjeli edhe kremi i kaçurrelave. Por kësaj radhe kam marrë një gjë tjetër shtesë që e merja më përpara dhe i gjeja sold out te Coco Shopi, që është kjo maska. Për një moment u fika se thash mos e kam fut gabim, po ka ndryshuar paketimin dhe që ka bërë dhe më e vogël se ç'ishte. Maska Sorbeto është e preferuara ime dhe nuk e di. Mora dhe një tjetër, por jo, nuk më pëlqeu, ja dhash rozit, sepse kaçurreli im është shumë i butë në vetvete. Dhe i fut edhe pak hidratimun, edhe më hapet shumë keq. Atë maskën ja dhash rozit dhe i pëlqeu shumë. Kurse unë mora këtë që përdorja edhe më përpara, dhe që shqyqyr zotit e kishin. Kjo i jep një formë kaçurrelit, nuk e di, do ja u tregoj ndoshta sapo t'lahem rezultatin e kësaj, po është me vërtet rezultati menjëhershëm, domethënë duket kaçurreli super i bukur me këtë. Kështu goca, mos më thoni pastaj ku i ke marr produktet e flokëve, ku i ke marr, ja. Ups. Këto të gjitha nuk janë shtrenjtë, kanë kushtuar 56.900 bashkë me postën, më kanë shkuar 58. Po, 58. Nëse në shumë raste, domethënë nëse kam kohë, kam shkuar edhe vetë aty në blog të Coco Shopi, kur shkoj te Rozi, dhe me këtë rast shkoj te Coco Shopi, shkoj tek Waikiki. Kështu tani, ikim sepse do bëjmë një maskë. Tregoj një trik të vogël për tulipanët. Sa kanë që i kam bleru. Sot është dita e tretë dhe i kam hedhur sheqer dhe ujin e ftohtë. Ja kam ndruar një herë në 2 ditë. Domethënë sot janë ndrova. Dhe nuk i mbaj këtu te dhoma, zakonisht i lej jashtë që të jenë në ambient të ftohtë. Domethënë uji i ftohtë akull i bën shumë mirë. Dhe ja preva pak fare ato bishtat poshtë. Kështu, se në Gjermani ka kështu apostafat ca pluhura që ja hedh, po ne sajohemi me sheqer. Hello, nga një ditë tjetër. Siç e shikoni, sapo jam larë dhe thash t'ju tregoj rutinën time të skincare-it. Pse jo dhe make-upin që do bëj sot, në qoftë se do kem nerva. Fillimisht do nisim me vitaminën C, të cilën po përdor këtë. Mirë, më pëlqen, nuk mund të them që është një ndër vitaminat më të mira që kam përdorur, por është e mirë. Kjo duhet mbajtur në frigorifer, por unë përtoj ta zbres poshtë, inshallah nuk oksidohet. Deri tani nuk më duket.
E kam pak ters, nuk di se ku ta mbaj kamerën, përveç se aty. U skuqa se shumë vak këtu se kam ndezur kondicionerin. Vitamina C është hapi i parë, jo i darkës, i ditës, se në darkë normalisht nuk përdoret. E jep atë shkëlqimin direkt në lëkurë. Pas kam lënë pak larg këto të skincare-it, t'i afroj pak. Tani, tjetër. Gjëja tjetër që po përdor dhe po më pëlqen shumë është ky serumi i Medicube. Jam bllokuar, inshallah nuk do smurem. Me peptide dhe më pëlqen shumë. Harrova t'ju tregoj dhe thonjt. Shikoni sa bukur për Shën Valentinin. Vazhdojmë. Vëm të këtë serumin me peptide. Se mos e teproj, mos vendos shumë. Në fakt, unë tani duhet kisha një mikrofon, por nuk e kam këtu. Okej, pasi vendosim serumin me peptidet, do vendos pak krem sysh, të cilin përdor këtë nga Apivita, kapakun ma ka humbur Denzeli, ku është bashkë. Edhe derisa të blej një tjetër, dhe përdor dhe pak këtë, nuk më pëlqen. Nuk shikoj në një ndryshim të madh, po dha shumë. E vendos me këtë metodën e tap, sepse nuk duhet kështu me rëshkitje, edhe pse ndonjëherë ja fus. Shpresoj të dëgjohen mirë. Okej. Kremi i syve. Gjëja tjetër që do përdor është sigurisht kremi i diellit, të cilin e mora këtë të Avenit, më pëlqen shumë. Doja një krem farmaceutik, jo këto koreanët, nuk e di pse kremrat e diellit i dua t'i kem farmaceutik. Ky është i Avenit, nuk është i trash, përhapet mirë, ja, si që shikoni, se vura shumë në një vend. Gjithmonë nuk harroj qafën. Edhe ballin sigurisht. Mundohuni që kremin e diellit mos ta vendosni tek vetulla, sepse ju bie vetulla. Kështu që unë mundohem mos ta kaloj te vetulla. O zot të flokët, sot që doja t'ishin mirë, nuk më duken mirë. Vazhdojmë. Pas kremit të diellit, gjithmonë, do me thënë jo gjithmonë, jo çdo ditë vendos këtë, por kur dua që make-upi im dhe fytyra të shkëlqej, e bëra lëmshi, është ky i Veledës. Unë e kam marrë në Gjermani, por me sa di ka dhe tek Rossmanni këtu, është ky i Skin Food i Veledës. Nëse keni lëkurë të ndryshme, ju lutem mos e përdorni, se është shumë i trashë si konsistencë dhe do shumë pak. Kaq, unë e përdor si primer dhe i jep lëkurës një shkëlqim poshtë make-upit. Është i adhurueshëm për mua që e kam lëkurën mikse në të thatë. Jo shumë të thatë, por mikse. Në qoftë se e keni të ndryshme, mos e përdorni.
përdorni një lloj primeri tjetër. Kam parë që ai Milk është i mirë. Milky, si e ka ai, nuk e mbaj mend. Kam dashur ta marr, por jam dashuruar me këtë dhe më pëlqen shumë, shikoni pak. Çfarë shkëlqimi që i jep lëkurës. I love it. Kaq ishte skincare im, nuk është se përdor një gjë të madhe, por po përdor edhe një balsam për buzët, në fakt është sleeping mask, por i dua t'i kem buzët jo, më mirë do përdor, kam një primer, po po e kam lënë, dhe ta kem të çanta. Gjithmonë i dua t'i kem të hidratuara buzët, para se t'i mbyej, duhet t'i hidratoj dhe hidratoj me këtë primerin nga MAC. Këtë ma ka dhënë Bela dhe më pëlqeu shumë. Më thaheshin shumë buzët. Dhe ky nuk t'i le as kështu si sticky, si gjalp, por është tamam primer që t'i mban buzët e buta. E mbaj edhe me vete në çantë. Kam plot kështu labelo, por varja. Tani, sot me qenë se do iki për dark, është akoma herët, po kam dhe disa punë përpara, kështu që prandaj po bëm gati që tani, se do iki deri në astir. Po përdor krem puder, zakonisht nuk përdor këtë, përdor BB kremin e Puritos, që është Natural Beige 23, por sot do përdor këtë të Lankomit, edhe ky është shumë i lehtë si konsistencë. Gjithmonë para përdorimit kremrat puder i shkund. Dhe më pëlqen që gjithmonë ta hap me dorë në fillim, pastaj me furç. E hap me dorë sepse përhapet shumë mirë. Shikoni, ky është shumë i lehtë. Nuk është i trash si Estée Lauder që përdor për raste. Edhe e përhap kështu me dorë. Pastaj do e përhap me furç. Deri dje përdorja këtë spongjin, por ka raste që përdor spongjin e laj çdo ditë sa herë bëj make-up. Domethënë, në mënyrë që ta përdor të lagur, por sot do përdor furçën. Gjithsesi do iki në banjo se do laj duart një herë. Po e laj dhe spongjin, se mbase do na duhet për concealerin. Spongjin edhe tani do e hap një herë me këtë make-upin. Nuk mund të lyem dot vetëm aty në ekranin e telefonit, se dua ta përhap mirë. Mua nuk më pëlqen që të dukem si kur kam vënë llaç. Edhe prandaj edhe kremrat puder më duhen sa më të lehtë, sepse lëkurën e kam, mashallah, nuk kam pas kur probleme me puçrat. Do një puçër tek këtu tani në del, po që ta kem problematike, jo, asnjëherë. As kur isha adoleshente. Okej, kjo nuk e mbulon ka as të kuqen e fytyrës. Më mirë e mbulon Purito se sa ky Lankomi. Po gjithsesi, pastaj do e vendos concealerin, se më duket sikur është më mirë kur e vendos pas blushit dhe pas konturit. E mira do ishte tani të bëj vetullën. E kref një herë me një furç, se vetulla ime ka çurrel, ka nevojë.
Dhe pasi e kref, përdor këtë që në fillim nuk më pëlqeu, po unë i vendos shumë pak këtë pomadën. Shumë pak, se pastaj përdor këtë të jarova emrin të Benefit për vetullën, që e kisha atje në kolashin dhe përdora si rimel, se kisha harruar rimelin. Dhe këto të dyja përdor për vetullën momentalisht, derisa të gjej një pomadë ndoshta më të mirë. Ose do marr këtë të Benefitit si pomadë, bëra gabim që mora këtë që është si krëhër. Më mirë kështu t'jetë çik si pomadë. Por edhe ajo t'i ngrin, edhe nuk të lëvizin vetullat. Shumë pak i bëj me këtë, sa t'i jap pakës formë. Se vetulla ime nuk ka shumë nevoja, po ta shikoni. Që bëra shumë këtu. Pak fare e prek, se ndryshe bësh shtëpis. Thash të bësha gati më herët, se dhe do ikin astir edhe kjo e lyera në kamera më merr shumë kohë. Edhe hë do e bëj sot, hë do e bëj nesër këtë skincare-in. Ngela pa e bërë fare, pa ju treguar se qa përdor, se këto janë pyetjet nga më të shpeshta që më vjen në Instagram. Do ju tregoj ndoshta ndonjë ditë, nëse jeni të interesuara më shkruani, se si stiloj kaçurelat. No, u bëra pisja, shikoni urdhro. Dhe mundohem ta pastroj me sponxhin, nuk pastrohet. Okej, kjo e pastroj, kjo. Furça. Dhe që po thoja, nëse jeni të interesuar, mund t'ju tregoj se si stiloj unë kaçurelat. Kam filluar i stiloj më mirë se që stiloja më përpara, se nuk isha nerva dhe ja fusja shpejt e shpejt. Por, kaçureli im meriton më shumë. Kështu që, se mora pak me Terezi, po zakonisht e bëj më shpejt me kapin. Dhe përdorim këtë të Benefit. Shikoni se ka furçën. Ka ngjyrë kjo, është kafe e errët. Okej. Do thoni ju, ne nuk shohim asgjë aty të pasqyra, po nuk jam mësuar të lyem nga kamera, nuk mundem. Dhe inshallah po lyem mirë, sot që po lyem kështu si Roma për Toma. Okej, ku vetulla? Kaq ishte. Vazhdojmë me konturin, pjesa ime preferuar. Nuk e di si më përpara nuk përdornim blushin, nuk përdornim konturin. Por unë për momentin nuk po përdor ndonjë gjë të madhe, i marr tek Rossmann. Këtë nga Essence, edhe domethënë blushin edhe bronzerin i përdor nga Essence. Do mundohem të provoj ndonjë Charlotte Tilbury ose kështu, po deri atëherë jam shumë e kënaqur me këto. Do t'i mbaroj. Edhe pastaj do provoj ndonjë gjë tjetër. Kështu është mënyra se si unë e bëj konturin. Duket kështu, por nuk ka shumë pigment kjo që të nxjerrë shumë kafe. Po me të njëjtën furçë e hap
Harrova një gjë tjetër. Duhet edhe këtu si për syrit. Pra, siç e shikoni, kjo nuk ngel kafe e shpifur. Shi sa e bukur është. Dhe është e kohë të harxhoni lek, kur shflet unë që do harxhoj për vete, me ato gjërat më të shtrenjta, se dhe gjërat e Rossmanit më pëlqejnë goxha, me thënë të drejtën. Ka shumë gjëra që i ka të mira. Ja e përhap kështu. Do dhe pak këtu. Okej, më pëlqen shumë. Inshallah s'na bie make-upi deri në darkë. Se shumë herët, jam përgati shumë herët. Tani unë blush kam disa ngjyra, ky ishte i preferuari im, por mbaroi, nuk e di a nxjerr më. Dhe këtu në Shqipëri nuk e gjej, e kam gjetur në Gjermani. Ngjyra është Blushin Berry. Po i gjetët në ndonjë Rossmann, më thoni, por që unë nuk e gjej këtu. Edhe Jona harroi të ma dërgoj, kur më dërgoj syzet, doli. Por natyrisht që unë e vendos në dorë njerë se shisa shumë nxori. Edhe në fakt, jo, nuk do ta bëj me këtë furçën. Ta bëj me këtë blushi. Kjo është ngjyrë shumë e bukur. Shikoni, kam edhe një roz, edhe kjo më pëlqen. Kjo është e rivalit. Nuk më pëlqen kaq shumë sa kjo gjithsesi. Por do shoh se mund të marr një Rare Beauty ose Charlotte. Më thoni qa blushi është më i mirë. Megjithëse i kam parë, cilat janë më të rekomanduarat. Sa shumë. Por mund ta përhap mirë. Duhet të dish ta përhapësh blushin që të ngjajë bukur. Sigurisht edhe vendos pak sipër syrit. Okej. Mendoj se kaq është mjaftueshëm. Eva, shto ujë, shto mjell. Prishe muhabetin. Por sponxhi i lagur e zgjidh muhabetin e përhap mirë. E bëra dorën. Okej. Mendoj se është mirë. Inshallah nuk e teprova. Po do vendosh edhe concealerin tani dhe do një trajsohet. Prandaj më pëlqen ta vendos në këtë pikë concealerin. Concealeri është ky i SLA-s. Edhe numri është 10, beige. Këtë përdor unë, që jam lëkurë e bardhë, dhe vendos pak. Më përpara e lija pak që të bëj set, por tani nuk e lë më, se nuk ka më durim. Kaq ishte concealeri. Concealerin e përhap me një furçë më të vogël, unë personalisht pëlqej. Para pëlqej ta hap me këtë. Furça t'ju kam treguar, nga janë nga Brushworks. Edhe hapim kështu në
këtë mënyrë. Shohim si do dale, që do ndrisim. Dhe pas kësaj do ja tregoj se çfarë bëj që concealeri të ri më mirë. Do blej ca make-up, por nuk është momenti akoma. Kur t'i blej do ja u tregoj. Tani çfarë bëj unë? Është sponge direkt. Ma përhap shumë mirë, edhe nuk e lë ashtu si llaç. Nuk e di se qa shpreje të përdor, po që kjo shpreja e gjeneratës tonë. Si llaç. I fusni kështu. Okej, tani do t'i laj dorën, se nuk e duroj dot kështu. Tani, hapi radhës janë syt. Nuk e di pse, po më rrin kaq keq flokët këtu. I laga dhe prap ashtu rrin. Janë syt dhe ka dalë moda që mos t'i mbingarkojmë syt. T'i lëm pak një ngjyrë të lehtë. Dhe paleta ime e preferuar është kjo e Huda Beauty-t, nude. Normalisht janë shumë të këto ngjyrat se dhe më shkojnë. Me këtë furçën. Kështu kur si e mësuar ta bësh make-upin nga kamera. Dhe zgjedh një, shikoni sa kam përdorur këto. Zgjedh një nga këto ngjyrat. Të zgjedh një ngjyrë të lehtë. Këtë këtu. Edhe i lyej pakës syt. Se kush më shkryti të telefoni punës. Ti the më priti çik se po bëj make-upin. Okej. Kur shkova tek ajo e thonjve, më tha, po ti tha që në ke më mirë live se sa në foto. Po i thash unë, kështu më thonë të gjithë, por nuk e di pse është njëri atje në pyetjet anonime që unë e gjeta se kush është. Edhe pagova lekët që thoni ju. Për ta gjetë, doja të dija, ajo që mendoja unë, edhe ishte i njëjti person që kishte shkruar 33 mesazhe negative në Instagramin tim. Unë e kuptoj që njerëzit nuk kanë çfarë bëjnë me jetën edhe nuk i pëlqen jeta vetë, duan të merren me ty, po se më njerëz kur mund të bëni një koment pozitiv, ku e dini ju se qa po kalon njeriu, për shembull që keni përballë. Në këtë rast jo unë, dikush, për shembull mund t'i thoni shumë mirë një fjalë të mirë dhe i bëhet qefi. Mund t'ja rregulloni ditën. Pse duhet t'ja prishni ditën njerëzve? Nejse. Tani unë kam këtë të Revolution, edhe këtë ma ka dhënë Bela se nuk e përdor. Është highlight. Dje e provova dhe më pëlqeu që me këtë furçën i dhash shumë pak të gjithë fytyrës, dhe më pëlqeu rezultati se ishte shkëlqente fytyra më shumë se kaq. Sigurisht do mundohem mos ta teproj se po e teprove ngjan shumë keq. E marr 2 nga këto ngjyrat kështu. Pak këtu. Pak këtu. Sigurisht që unë të gjitha hapat nuk i bëj çdo ditë,
Por kur kam nerva, ky është make-upi kur kam nerva. Se nuk mund të rish kaq gjatë me make-upin. Nëse tani po e bëj edhe për ju, se ky lloj make-upi që po bëj tani bëhet edhe më shpejt. T'i jap pak gjithë fytyrës. Shikoni sa bukur? I love it. Nuk keni pse përdorni produkte të shtrenjta. Ja. Mua më pëlqen të investoj në skincare. Dhe me thënë të drejtën investoj shumë. Edhe make-upi duhet cilësor në fakt, por nuk besoj që ketë make-up që nuk ka kimikate. Edhe gjitha janë të përbëra nga kimikate. Kështu që e njëjta gjë është. Nise, concealerin e kam marrë të mirë, kremin puder sigurisht. Pavarësisht se unë tani e adhuroj Puriton. Është shumë i lehtë për përditshmëri dhe atë përdor. Tani vazhdoj me syt, se dua t'i shtoj dhe një detaj tjetër, se sot kam dhe dark, siç ju thash. Edhe kjo, jo, kjo nuk qen ka kjo është e pupës, por nuk e përdor fare si palet. Kjo është përdorur më përpara. Marr si kjo ngjyra e errët dhe bëj penelin tani. Pak në vi të hollë të lehtë, nuk më pëlqen shumë edhe ai peneli zi. Me raste e bëj dhe unë dhe më shkon shumë. O sa bukur e bën ky. Se nuk është ngjyrë zezë, është kafe errët, shikoni. Mund të merrni çfarë do lloj ngjyrë kafeje. Edhe e bëni me këtë kështu. Kaq do që syri të ngjajë super. Dhe një gjë tjetër që do t'i shtoj është pak lapsizi këtu lart. Po ja doja t'u tregoj tani, nuk e bëj dot make-upin në telefon. Sidomos kjo peneli se del pastaj si tani po më pihet një kafe se kam ngrënë dhe drekën. Unë që doja të ralloja kafe dhe të pija vetëm një, por nuk po mundem. Nuk ka gjë që ma zëvendëson kafe, nuk pëlqen asnjë lloj pije tjetër. Ka një las të zi, ky është i Lankomit, po ka ngelur shumë i vogël, sepse e kam përdorur. Dhe këtu lart, tek linja lart e syrit, e bëj me këtë. Edhe syri duket super. Tjetër. Shikoni, po ta shikoni nuk e lyva shumë syrin. Ta lyej edhe pak, me qenë se do iki për dark. Po, ta lyej edhe pak. Me çfarë ngjyre? Ta bëj pak me xiz, mendoj. Kjo më pëlqen mua. Kjo që e kam mbaruar. Pak fare, sa t'ja pak shkëlqim këtu. Shikoni. Në përditshmëri bëhet pak shumë kjo. Nuk është keq. Mendoj të provoj atë Genicitozin, se kam një rast pak më vonë. Do e provoj, se Claudia që kam përdorur më pëlqen shumë. Por tash do t'jap një shans edhe Genicitozit, ta provoj njerë. Tani, baking powder, unë përdor këtë të Rivalit që është dupe i hudës dhe realisht është shumë i mirë. Unë do e blej hudën kur të mbaroj kjo dhe do ta bëj diferencën dhe do ju them. Por për momentin me thënë drejtën nuk e di dhe ku t'i blej se nuk kam shkuar jashtë.
I bleja në për aeroporte, në për Sephora, kurse tani kam parë që shesin edhe shumë jo origjinale. Edhe nuk ja vlen, ku e kam atë. Dhe kjo është rivalit, e kam marrë në Gjermani. Kjo është për produkte likuide, që unë nuk është se e përdor fare këta anën. Këtë e përdor për këto produktet e thata. E hedh këtu. Dhe e përdor vetëm për këtë zonën këtu. Shikoni? Shikoni tani diferencën pak, shi sa bukur. Shikoni? Më thoni tani, pse duhet të merrni hudën? Shi sa e mirë është kjo. Është me të vërtet super. Unë mundohem të bëj vetëm këtë zonën këtu, sepse fytyrën e dua me shkëlqim. Oh, sa bukur. Ndërkohë këto shenjat e herpesave nuk po më hikin. Kështu e kam unë. Besoj të gjithëve i ngel shenjë, edhe kjo shkëlqimi këtu nuk po më pëlqen. Okej. Në qa ka që më rri ky floku kështu këtu? Shikoni pak tani. Sa bukur. Kemi rimelin edhe buskuqin. Tani, para se të vendos lapsin, ose vendos lapsin një herë dhe vendos të, është ky i Benefitit. Është shumë i mirë. Unë nuk e përdor të faqet, si që përdorin disa. Pse do thoni unë, se e kam provuar 2-3 herë, isha dhe me pushime, edhe më hiqte këtë make-upin, vetëm po ta vesh kur s'ke make-up, po. E bënte pulla. Dhe unë e përdor vetëm për buzët, dhe më super pëlqen. Por fillimisht, do përdorim një laps, mendoj të përdor këtë kafin, që është i 312 nga Nicey, Candy Yum. Edhe nuk dua t'i overline shumë. Ngjyrë këto. Tjetrën do e bëj këtu se nuk e shoh mirë. E bëj kështu nga poshtë. Nuk dua të dal jashtë buzës time. Por ndonjëherë të del nga shkëlqysi. Se hapet ai. Dhe tani sigurisht që nuk do e lë kështu. Unë kur bëj make-upin, do t'i laj duart 20 herë. Tani, do i laj në fund, t'i fshi me këtë. I bëra keq. Shikoni që kësaj bukur është. Do doja mos ta kishte YouTube-i këtë copyrightin. Se unë e dëshiroj muzikën edhe doja që të dilte për shembull e muzika që mund të dëgjoja tani. Do t'i rregulloj këtë linjën. Edhe shkëlqysin mendoj atë të klarin, se ai ka pak ngjyrë si në të kuqe. I love it. Edhe kaq. Apo të vendos këtë. Nuk e di pse njerëz më qellojnë mua këto gjëra. A ju ka ndodhur ju nëse keni një shkëlqys të Gizou, në Itali e porosita, vetëm më rrjedh dhe është e prishur kjo pjesa këtu. Sepse nuk kam parë njëri që të ankohet për këtë gjë. Mendoj se më ka qelluar mua. Kështu është cilësor, më pëlqen, po nuk më ta mbaj në çantë, edhe këtu kur e lë kështu, pas ka rrjedhur. Nejse, kështu është shumë i mirë, por nuk e di, ndoshta më ka qelluar mua me defekt. Unë kam shumë e zdi kur bën pis.
por jo, ky nuk do shkoj më shumë, apo ta provoj. Ai Clarins. Ato e kam këtu që e marr me vete. Dhe po harxohet. Por ta rregulloj edhe një herë formën e buzës. Dhe pastaj do e bëj me shkëlqys. Se u zgjata shumë dhe mendoj se bëhen shumë të lodhshme këto videot kështu të gjata. Por unë po e bëj timen, po ju tregoj. Edhe make-upin edhe skincare-in sot, me qenë se kisha shumë kohë. Shikoni, e dashuroj këtë lloj shkëlqyesi. Është i vetmi shkëlqys që nuk është sticky, që nuk të ngjitet, që nuk e di, që nuk të bezdis në buzë, është shumë i lehtë. Në fakt është lip oil. Shikoni sa i bukur është. Unë lyva buzët dhe harrova të lyj qerpikët. Tani, qerpikët. Kisha këtë rimelin nga Puro Bio që e marr po te Coco Shopi, më pëlqeu shumë. Dhe unë tani më mungon ky, do shkoj ta blej. Kocse porosita me ato të flokëve dhe i kref një herë me këtë se ka furçë goxhat mirë. Shikoni. Pastaj rimeli im i preferuar ever është ky Essence, por më ka zgënjur që kur e mora tek Welly, mos e merrni te Welly, merrni te Rossmanni ose në Gjermani. Sepse ose nga që ishte i ri, më ngel kështu si copa, do me thënë, ose nga që ka shumë tani në fillim, nuk e di ç'a të them. Jo se është i keq, po më ka zgënjur, pra. Edhe t'i kref një herë me këtë. Nuk ka nevojë fare, shikoj qerpiku im. Nuk ka nevojë fare më për gjë tjetër. Edhe ky që nuk është se ka. Pak fare bëj këto. Shikoj, vetëm e kaq mjafton qerpiku im, është shumë i gjatë. Por unë pastaj do i bëj edhe me këtë. Tani, unë nuk dua të zgjate më shumë. Këto ishin produktet që unë përdor për skincare-in dhe për rutinën time të përditshme për make-upin. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Do ju marr ndoshta pak me vete tek ditëlindja e mamit dhe mendoj do ta mbyll me kaq vlogun. Ju e dini që e dashuroj këtë kostumin, edhe sa herë kam një rast të vesh. Këto mund ta veshësh edhe në punë kështu zyre, edhe në përditshmëri, por do e vesh sot, meqense se thjesht një darkë do ham. Më pëlqen shumë. Ja dhe make-upi. Vetëm gra.